Belinda Balluku, Sajmir Tahiri, Lefter Koka, Alqi Bllako, Ilir Beqa, Arbian Masniku, Erion Velia, Ivan Gjush Dako, Safet Gjitsi, Edison Memolla, Fatos Tushe, Ogerta Manasiliu, Ervin Demo, Tërmet Peci, Fran Tuci, Kreshnik Ajdari, Lefter Alla, Taulant Balla, Klotilda Bushka, Fatmir Xhafaj, Ulsim Manja, e shumë emra të tjerë. Diçka është e sigurt, që si dielli që na ndriçon, si uji që pim, dhe si ajri që ndjejmë, Edi Rama i dinte gjitha për këta njerëz, edhe për shumë të tjerë. Pyetja është, këta pa dijenin e Ramës si kanë bërë gjitha këto gjëra? Këta me vërtet kanë ngrënë dardha, moll, pjesë pas shpinë të Ramës? Apo Rama i vuri aty për të konsoliduar pushtetin e tij, për t'i shfrytzuar ta në mënyrë që të shpallej mbret i shqiptarëve, që të konsolidonte pushtetin e tij me bekimin e Soros dhe të ndërkombëtarëve. Diçka është e sigurt që nëse kërkohet që të arrihet një besueshmëri në thonjza për drejtësinë e re, nuk mund ta anashkalohet emri i Edi Ramës. Nuk mund që Spaku të bëjë një syqor edhe një vesh shurdh, sepse Spaku e di shumë mirë që Rama i dinte gjithë këto gjëra. Madje këta kanë ndarë pjesën e tyre me Ramën në lloj aferash që këta janë të përfshirë, sepse Rama i ka shfrytzuar këta në mënyrën më monstruoze të mundshme që të konsolidonte pushtetin e tij dhe të shpallej mbret i shqiptarëve me bekimin e atyre që unë u thash. Natën e mirë dhe mirupafshim.